sot do të përgatisim petulla. Një recetë e thjeshtë dhe me pak përbërës. Për këtë recetë do të na duhet 1 gotë ujë ngrohtë, 1 gotë qumësht i ngrohtë, 7 gram majabire, pak sheqer për të aktivizuar majan. I përziej mirë të gjithë përbërësit bashkë. Më pas do ta lëm të pushojë derisa të aktivizohet maja. Pasi maja është aktivizuar, siç edhe shihet në video, do t'i hedhim kripën. Do ta përziejmë mirë. Dhe më pas do t'i hedhim miellin. Miellin do ta hedhim gradualisht duke e punuar mirë brumin. Siç edhe e shikoni, brumi duhet të jetë një brum i butë, jo i fortë. Edhe nëse ngjit në përduar nuk ka problem. Dhe pasi e kemi punuar mirë, duhet ta lejmë të pushojë për rreth 1 orë. Pas 1 ore, brumin do ta ndajmë në kulet, do ta vendosim në një tepsi të cilin më parë kemi lyer me pak vaj. Do ta mbulojmë tepsin, do ta lëmë të pushojë derisa vaji të jetë ngrohur. Dhe më pas do t'i marrim kuleçët dhe do të hapim petullat. Nëse i doni petullat më të vogla, mund t'i bëni kuleçët më të vegjël. Pasi e kemi hapur, do ta vendosim në tigan për të skuqur dhe në të njëjtën mënyrë do të veprojmë me të gjithë kuleçët. Thjeshta për të përgatitur dhe dalin shumë të shijshme. Nëse i provoni, u bëf të mirë. Dhe nëse video ka pëlqyer, mos harroni të bëni like, koment dhe ta ndani atë me miqtë tuaj. Faleminderit!